Jemi në Faktori Epikal, në episodin e parë të përballjes së kandidatëve nga listat e hapura. Rritet me mbi 3% të produktit brendshëm brut. Të mos harrojmë që çmimet në Shqipëri janë rritur me 30% shporta ushqimeve. Por janë gjithsesi brenda parashikimeve të inflacionit. Tani si mundet një pensionist të jetojë? Unë do të përmendja me të drejtë pensionistët. 116 milion euro fonde të IPARD-it ju hoqë fermerit shqiptar. Por Shqipëria nuk ka pasur miliona turistë siç ka sot. Nuk është hapja kapitujve, është mbyllja kapitujve. As kërkush nuk diskuton gjëra të cilat tashmë i kanë kaluar në dorë drejtësisë. Zoti Berisha ka bërë një betejë që i ka bindur njerëzit që e vërtet është nënë e tij. Unë do të isha për thjeshtësimin e ligjeve. 139.000 dosje të pazgjidhura. Dhe më kanë treguar dhe më kanë thënë që ne kemi besim që ti merr gjërat nga fillimi dhe i çon në fund. Edhe këtu më kanë udhëheq njerëzit. Gjykoj që do ta fitoj këtë garën. Sido që të shkojë, gjithmonë gjithsesi për mua do të jetë një sukses.